Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në këtë video informuese në kuadër të projektit Mind Over Screen. Projekti Mind Over Screen është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të projektit Erasmus+. Projekti zbatohet në Shqipëri nga organizata Rebus Albania dhe paralelisht nga partnerët tanë, siç është Italia, Finlanda, Slovakia, Bosnjë-Hercegovina dhe Malizi. Kjo video u drejtohet të rinjve, mësuesve, punojësve rinor, gjithashtu edhe atyre që janë të interesuar të kenë njëri më të thelluar në tematikat e botës digjitale. Sot në interneti nuk është thjesht një mjet, por ajo është shumë i përdorur në botën reale, është bërë si miku jonë më i ngushtë. Ajo është një hapësirë ku të rit po mësojnë, po komunikojnë, po argëtohen dhe po punojnë për të krijuar marrëdhënie ose punë të tyre shumë të thjeshta, siç mund të jetë një detyrë shtëpie. Shumë të rinj nga bota online është bërë si një pjesë e pandashme. Kjo nuk kupton edhe sjelljet e tyre se si ata bashkëveprojnë me botën digjitale, por ashtu edhe me botën reale. Në këtë video do të flasim për qytetarinë digjitale, etikën online, privatësinë dhe sigurinë, mund të flasim për ashtu mashtrimet apo manipulimet që bëhen në internet me të rinjt, dizinformimin në lidhje me disa tematika dhe terminologji të fjalëve, të cilat janë të rëndësishme për të njohur nga të rinjt, por kemi gjithashtu edhe një element shumë të rëndësishëm që është gjurma digjitale. Është një term i cili nuk është shumë i dëgjuar nga të rinjt dhe është mirë që këto të kuptojnë mirëqenien e tyre në botën online. Me mua sot kemi dy të ftuar për këtë video. Së pari kemi juriste Emiliana, dhe cilat do ta ndihmojnë më shumë të kuptojmë për aspektet ligjore dhe të drejtat dhe përgjegjësitë tona në botën online. Faleminderit për ftesën. Është e rëndësishme që të kuptojnë se hapësira online nuk është shpërtejt ligjit. Hapësira online mund të prek dinjitetin, mund të prek reputacionin dhe kemi edhe përgjegjësi nga të gjitha veprimtaritë që kryejmë në hapësirën online. Gjithashtu, me ne kemi një përfaqësues të organizatës Rebus Albania, zotin Elion Kaja, i cili është dhe projekt menaxheri. Është rëndësishme që ju punoni me të rinjt dhe merrni pothuajse me edukimin e tyre edhe gjithashtu me botën digjitale. Faleminderit për këtë pjesëmarrjen tuaj. Faleminderit Migena. Po, për ne tema kryesore është fuqizimi të rinjve. Nuk mjafton të themi mos e përdorni shumë telefonin. Ose kujdes në internet. Duhet t'u japim aftësi konkrete për të menduar kritikisht dhe për të mbrojtur veten për të përdorur teknologjinë për gjëra pozitive. Mendoj që ky do jetë dhe mesazhi i cili do thojë edhe kjo video, ka të bëjë me internetin, i cili është bërë një zgjatim i botës reale. Të drejtat online janë bërë aq shumë reale sa edhe përgjegjësitë tona duhet të jemi koshient. Ky podcast i parë do flasim për një tematikë që është qytetaria digjitale dhe etika online. Po le ta nisim një koncept bazë, qytetaria digjitale. Çfarë themi dhe kuptojmë me këtë term? Qytetari digital. Sot Elion, si mund të na ndihmoni më shumë për këtë term të ri? Atëherë, qytetari digital është një person që merr pjesë në botën online në mënyrë të përgjegjshme, etike. Nuk ka të bëjë vetëm me mënyrën se si ne përdorim kompjuterin apo telefonin. Ka të bëjë edhe me atë çfarë ne bëjmë gjatë kohës që jemi online, se sa të përgjegjshëm jemi në kohën kur ne jemi online. Pra, nuk është thjesht një çështje teknologjie dhe se si të rinjt përdorin kompjuterin apo telefonin online, por është një çështje vlerash, se si ato janë të edukuar dhe të sillen në mënyrën online, gjithashtu edhe në botën reale. Por ju si project manager dhe duke punuar me të rinjt, mund na jepni një shembull konkret se si një koment fyes ose si të rinjt bashkëveprojnë me këto komunikime në WhatsApp, internet, TikTok, social media që është bërë shumë e madhe. Kur këto bën një postim online, pa të cituar dhe pa marrë lejen, keni patur raste të tilla? Po, kemi pasur raste të tilla. Të rinjt edhe kanë informacion, po edhe nuk kanë informacion. Për shembull, ka raste kur të rinjt shpërndajnë foton e dikujt në një grup WhatsApp, për shembull, ose kopjojnë punën e dikujt pa cituar personin i cili ka bërë punimin, ose edhe raste ku shpërndajnë një informacion pa menduar shumë për vërtetësinë e informacionit. Këto nuk janë gjëra që mund të duken të vogla gjatë jetës ose ndër veprimet online, por kanë ndikime konkrete mbi jetën e njerëzve, kanë ndikime reale. Pra ne nga pikpamja ligjore që besoj zonja Emiliana do ta ndihmonte, është
cili është dallimi midis veprimeve online dhe veprimeve në botën reale? Që janë të rinjtë Në koshim? të shumtën e rasteve nuk ka shumë dallime. Pasoja gjithmonë mund të jetë e njëjtë. Për shembull, fyerja, kërcënimi, shantazhi, janë të gjitha veprime që do kryen dhe në jetën reale, por që kryen dhe në jetën virtuale, në hapësirën online. Kështu që normalisht përmbajnë dhe ato përgjegjësitë e tyre. Besoj nga diskutimet që kemi vënë re që ka bërë dhe organizata RBSB-ja, një pyetje që ishte shumë e rëndësishme që të rritë thonë, po nëse e kanë bërë me shaka? Kjo nuk zhduk automatikisht dëmin. Interneti është një zonë me përgjegjësi. Edhe fakti që dikush thotë e kanë bërë me shaka, kjo nuk përjashton faktin që personi mund të jetë i fyer, mund të jetë i ofenduar, mund të jetë i prekur dinjiteti. Pra dhe interneti ka përgjegjësi. Nuk quhet shaka kur pala tjetër po shtërohet. Besoj se ky është një informacion shumë i vlefshëm edhe për të rinjtë edhe për ato që po na ndjekin, por kemi vënë në re një punë që është bërë nga organizata RBSB-ja në këtë projektin Mind Over Screen, që ju keni bërë një kurrikulum që thekson idenë e balancës mes të drejtave dhe përgjegjësive të rinjve. Për shembull, ne kemi të drejtën e shprehjes, por kemi edhe përgjegjësinë që të mos dëmtojmë tjerë. Si mund ta shpjegojmë më thjesht për të rinjtë edhe për ata që po na dëgjojnë? Kjo e drejta e shprehjes. Po Megen, atëherë mund ta shpjegojmë kështu. Ke të drejtë të kesh mendimin tënd, por nuk ke të drejtë të fyesh. Ke të drejtë të postosh në lidhje me jetën tënde, por nuk ke të drejtë të postosh jetën e dikujt tjetër pa marrë përqimin e personit. Ke të drejtë të shpërndash një informacion, por ke edhe përgjegjësinë që të vërtetosh nëse ai informacion që ke vendosur të shpërndash është i drejtë apo i vërtetë. Ky është informacion shumë i nevojshëm sepse le të marrim një situatë praktike. Një i ri është foto në një grup WhatsApp-i dhe vendos që postoj një foto shumë qesharak të tij. Dhe ja çon shokët e klasës. Pa leje, dhe ato thonë ta shpërndajnë. Çfarë duhet bëj ky i ri në këtë rast që ka bërë këtë postim në WhatsApp? Dhe ishte një shembull që edhe ju e përmendët edhe pak më përpara. Atëherë, së pari mos e shpërndaj. Së dyti thuaj me vete, a është një gjë e dur kjo që po bëj? Domethënë, apo bëj diçka që është me vlerë? Së treti, nëse shikon që personi është duke u bullëzuar apo tallur nga persona të tjerë, kërkon ndihmën e një personi të besuar, që mund të jetë për një prind, një mësues, një punonjës social, ose edhe qoftë edhe administratori i platformës në cilët bëhen fjalë. Nga ana ligjore, si mendoni që ky bashkëpunimi në WhatsApp të rinjve ku postojnë foto, publikimi? Edhe nga ana ligjore, publikimi i imazhit të dikujt pa përqimin e tij dhe sidomos në një kontekst poshtërues mund të cënojë dinjitetin dhe privatësinë e atij personi. Dhe nëse fotoja është bërë sërish në një ambient publik, në një hapësirë publike, në momentin që ka konotacion poshtërues ndaj atij personi, krijon përgjegjësi. Pra, një rregull i thjeshtë është, para se të postosh dhe të shpërndash diçka, duhet të konfirmosh a është i vërtet ky lajm, a ke marrë lejen ti, a e keni konfirmuar burimin i cili ky lajm është marrë. Mendoj se këto janë pyetje shumë të rëndësishme që të rinjt duhet të bëjnë para se të publikojnë, të kërkojnë apo të bashkëpunojnë në botën digjitale. Ju si organizat, si mendoni, cilat janë pyetjet ose ato pikpyetjet që të rinjt kanë ku bashkëpunojnë në botën online? Po, dhe një pyetje tjetër shumë e mirë do të ishte, a do ta bëja këtë veprim, nëse unë do të isha përballë personit, domethënë në jetën reale? Nëse përgjigjja do të ishte jo, atëherë shumë mirë nuk duhet bërë edhe në kohën tonë që ne veprojmë online, domethënë në veprimin online që kemi me njerëzit në shoqëri. Pra, kjo lidhet edhe me aspektin e etikës në online, domethënë ato etikë që ne kemi në botën reale duhet ta kemi edhe në botën digjitale. Pra nuk është thjesht një listë e ftohtë rregullash që të rinjt duhet ta ndjekin. Ata duhet ta kenë të brendshme dhe duhet ta zbatojnë. Në këtë mënyrë ne i trajtojmë njerëzit të barabartë dhe në mënyrë të qetë paqësore. Krijojmë një hapësirë digjitale që është safe për të gjithë të rinjt ta përdorin. Saktësisht, mendoni që kjo ndikon tek të rinjt? Respekti, dinjiteti, empatia, ndershmëria janë vlera që duhet të jenë edhe në botën virtuale. Dhe pavarësisht se interneti krijon distancë, duhet të kemi gjithmonë parasysh që përballë është një person real dhe duhet të kemi gjithmonë kodet etike brenda vetes tonë.
Kjo mendoj që ishte një përgjigje shumë e duhur për pyetjen tjetër që a kanë të rritë rregulla bazë etike ose janë të vetëdijshëm se si duhet sillen në botën digjitale. Ju si një arrizat që bashkëpunoni me të rinjt, çfarë mendoni se ata bëjnë në botën digjitale? A kanë këto rregulla ose këto etika, a i zbatojnë, a janë të vetëdijshëm? Rregulla, nuk është se ka rregulla konkrete, domethënë, por ne mund të themi që mund të zbatohen, mund të aplikohen 3 rregulla bazë kur të rinjt marrin pjesë në botën digjitale. E para, mendoj, domethënë çdo njeri, çdo person mund të mendojë se para se të postojë, çfarë po poston. E dyta, të respektojë jetën dhe dinjitetin e personave të tjerë. Dhe e treta, përdore teknologjinë për të ndërtuar dhe jo për të dëmtuar. Pra kemi shumë gjëra që mund të bëjmë me anë të teknologjisë. Ne mund të bëjmë gjëra të mira. Dhe unë do shtoja që në rast se je viktim, bëj screenshot, ruaj mesazhet, kopjo linkun dhe kërkon ndihmë tek institucionet. Pra, kjo është më shumë se praktika, ata duhet kalojnë në një temë që lidhet me drejt për drejt me sigurinë dhe privatësinë e tyre në botën online, si këto rrjetet sociale që këto krijojnë llogaritë e tyre me informacione dhe Kjo dija. ka të bëjë me sigurinë online. Siguria online përfshin emër, mbiemër, të dhënat e tua personale, adresa, llogaria bankare, të cilat janë vendodhja, dokumentat të cilat nuk duhet të postohen. Dhe të gjitha këto janë të dhëna që nëse një palet dytë i disponon, mund të sjellin dëmtime. Siguria online do të thotë që të gjitha të dhënat e tua personale të jenë të ruajtura dhe të adresuara në vende të sigurta. Komenti që juristja Miliana na dha ishte shumë i duhur dhe mendoj që kjo duhet jetë një praktikë që duhet aplikohet, pra një temë shumë e rëndësishme që lidhet edhe drejt për drejt edhe me videon e dytë që ka të bëjë më shumë me privatësinë, mashtrimet dhe si ne ndërveprojmë në botën digjitale, online. Faleminderit që ishit me ne në këtë episod të podcastit Mind Over Screens. Shpresojmë që diskutimet e zhvilluara të kenë ofruar informacion të vlefshëm, këshilla praktike dhe një këndvështrim më të qartë mbi sfidat dhe përgjegjësitë që kemi si qytetarë në botën digjitale. Ju ftojmë të ndiqni edhe episodet e tjera të kësaj serie për të mësuar më shumë rreth sigurisë online, etikës digjitale, mendimit kritik dhe përdorimit të përgjegjshëm të teknologjisë. Ky podcast është realizuar në kuadër të projektit Mind Over Screens, financuar nga programi Erasmus+ dhe zbatuar në Shqipëri, Itali, Slovaki, Finland, Bosnjë dhe Hercegovinë, si dhe në Malë të Zi. Në Shqipëri, projekti është zbatuar nga Rebus Albania. Pikpamjet dhe opinionet e shprehura në këtë material janë vetëm ato të autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikpamjet e Bashkimit Evropian ose të Agjencisë Ekzekutive Evropiane për Arsimin dhe Kulturën. As Bashkimi Evropian dhe as autoriteti përgjegjës nuk mund të mbajnë përgjegjësi për to. Faleminderit që na dëgjuat dhe miru dëgjofshim në episodin e radhës të Mind Over Screens.